Të ndershëm vëllezër të pranishëm, falenderojmë Allahun e Madhërisëm për dhuntinë e Islamit, për dhuntinë e imanit, për dhuntinë e zbritjes së Kur'anit, për dhuntinë e dërgimit të Muhamedit alayhis salam. I jemi mirënjohës Allahut xhelle xhelaluhu për të gjitha të mirat e tij. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, ditët të cilat kaluam dhe kjo ditë ishin të veçanta dhe mbeten si të tilla. Ata të cilët u munduan të grumbullojnë vepra të mira, patën fatin dhe mundësinë. Prandaj, jeta ka sezone dhe ka hapësira për të bërë mirë, për të afruar tek Allahu xhelle xhelalu. E sot jemi në një ditë festive. Ata të cilët janë në haxh festojnë kryerjen e një prej 5 shtyllave të Islamit, kryerjen e haxhit. Kurse ne të cilët nuk jemi në haxh festojnë festën e Kurban Bayramit. Prandaj të ndershëm vëllezër, është momenti i duhur që të përcjellim ndonjë mesazh në këtë ditë të veçantë dhe jo të mbajmë ligjërat. Gjithsesi që nga mesazhet që përcjellen në këtë ditë të veçantë është se dita e Kurban Bayramit na përkujton sakrificën e madhe të Ibrahimit alayhis salam dhe të birit të tij në rrugën e Zotit të Madhërisëm. Pastaj sakrificën e të gjithë pejgamberëve me theks të veçantë të Muhamedit alayhis salam. Prandaj sakrifica mbetet kurban i vlerave të një shoqërie e cila duhet të ruhet. Nëse duam që ne, si shoqëri, të ruajmë vlerat tona, duhet pra ta vlerësojmë sakrificën e atyre burrave dhe grave të cilët kontribuan që ne sot kemi ardhur në xhami ta adhurojmë dhe madhërojmë Allahun lirshëm. Pra të ndershëm vëllezër, çdo vit, në çdo kohë, në çdo festë, ne shfrytëzojmë rastin që të lutemi, madje ti përkujtojmë baballaret, prindët, vëllezërit dhe tërë shoqëria jonë, e cila sakrifikoi që ne sot jemi të lirë. Kjo festë po ashtu të ndershëm vëllezër, përcjell mesazhin e dashurisë, mëshirës, mirëkuptimit, bamirësisë, e cila duhet të jetë e vazhdueshëm tek njeriu. Prandaj dhe Allahu xhelle xhelalu na porosit në Kur'an duke thënë: "Wa ahsin kama ahsana Allahu ilejk", dhe bën mirë ashtu siç Zoti bëri mirë ndaj teje. Të ndershëm vëllezër, bamirësitë e Allahut ndaj neve janë të shumta. Prandaj duhet të motivohemi nga mirësitë që Zoti ne ka dhënë neve që ne të bëjmë mirë të tjerëve. Pastaj dita e Kurban Bayramit. Kjo festë përcjell mesazhin e mesatarës. Se vërtet feja islame është fe e mesatarës dhe nuk pranon ndryshe. Feja islame ka ardhur për ta përzgjedhur mesatarën, për ta godit madje mesatarën, siç thot Allahu në Kur'an: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata." Ne kështu ju kemi bë ummet të mesëm. Pra, mesatar në adhurim të Allahut, mesatar në festim, mesatar në çdo pore të jetës. Prandaj dhe Islami mohon çdo ekstremitet, çdo teprim i cili pra nuk është edhe pjesë e besimtarit musliman. Kjo festë ndershëm vëllezër, po ashtu na përkujton se është momenti që ne të jemi të bashkuar, të jemi bashk. Pra, festa Kurban Bayramit përcjell mesazhin e unitetit. Ashtu siç sot nuk kemi ardhur një nga një, veç të falemi dhe të lutemi, por kemi ardhur të gjithë së bashku, madje në një vend i cili quhet bashkësi, pra në xhami, që ta adhurojmë Allahun bashk. Kemi agjeru bashk, i ngritim durët për ta lutur Allahun bashk. Haxhi kryhet së bashku dhe ritualet të tjera. Të gjitha këto përcjellin mesazhin e unitetit, se derisa jemi bashk dhe afër njëri tjetrit, prodhojmë fuqi, prodhojmë vlera. Dhe krejt kjo vlerë na kthehet në raport me Zotin e Madhërisëm, por edhe në raport me njëri tjetrin. Kur jemi të bashkuar, jemi të fuqishëm. Prandaj këtu duhet ta përcjelli edhe në një mesazh për rinin aktuale, për një fenomen i cili po përcjellet viteve të fundit. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, të ndershëm baballar dhe jetë të ri, festat fetare janë për të shërbyer ne me njëri tjetrin, për të afruar ne me njëri tjetrin, për ta vizituar ne njëri tjetrin, jo për të shkuar në Bregdet. Festat nuk janë për me shku në Bregdet të ndershëm vëllezër. Ky fenomen i viteve të fundit vërtet tregon që persona të tillë
ende nuk kanë arrit me kuptu vlerën e festave fetare, por dhe krejt këtë liri dhe këtë mirësi që e kemi. Prandaj, thras, apeloj dhe uroj që të mos përsëritet kjo, por ne ta e shfrytëzojmë pra festën që të vizitojmë njëri tjetrin, të vizitojmë prindët, të vizitojmë miqët dhe dashamirët, kështu që ndrojmë të fort, o kebiru tekbira. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, po e përcjell edhe një mesazh në këtë ditë festive. Feja islame është program i jetës, e cila ka ardhur për ta rregulluar raportin me krijuesin, ashtu siç ka ardhur për të rregulluar raportet me njëri tjetrin. Prandaj, kërkohet që ne këto raporte të ruajmë me Zotin e Madhërisëm. Praktikisht, të jemi të vazhdueshëm në lidhje me Zotin e Madhërisëm, jo vetëm ditën e festës, jo vetëm një çast dhe një moment, por të jemi të vazhdueshëm. Dhe kjo prodhon një lidhje, e cila lidhje prodhon të gjitha ato vlera që i folëm në ligjëratën paraprake. Pastaj të ndershëm vëllezër, ky program dhe kjo lidhje forcon lidhjet me njëri tjetrin. Ne kemi nevojë, ndoshta më shumë se kurdoherë më parë, të jemi pranë njëri tjetrit, të jemi më afër njëri tjetrit, të jemi më solidar me njëri tjetrin, t'ja hapim derën njëri tjetrit, t'ja hapim derën fillimisht prindërve. Edhe pse për gjeneratën e moshuar, ndoshta kjo është pak e rënë, kur them se t'ja hapim derën prindërve, po të ndershëm vëllezër. Ka ardhur koha sepse kanë ndruar dhe kanë ndryshuar gjenerata dhe mendësitë që të mbyllen dyert e prindërve. Ai që mbyll derën prindit, çfarë mendon për jetën e tij? Prandaj festa e Kurban Bayramit pra është qelis i cili hap zemrat e njerëzve, i cili hap dyert e njerëzve. Kemi nevojë të hapim dyert e vëllezërve, dyert e farefisit, dyert e miqve dhe të dashamirëve për t'i treguar botës se vërtet Islami është fe universale. Prandaj të ndershëm vëllezër, nuk më mbetet asgjë tjetër pos fillimisht të lutem që haxhinjeve që janë në haxh, Allahu haxhin t'u pranon dhe të kthejë në shtëpitë e tyre me mëkatet e falara shëndosh dhe mirë. Pastaj lutem që Allahu i Madhërisëm t'i pranon prej neve dhe juve të gjitha veprat e mira që kontribuan brenda këtyre ditëve. Në emër timin dhe këshillit të xhamisë u auroj të gjithëve festën e Kurban Bayramit. Pritshim edhe shumë festa të tjera, duke qenë ne në një gjendje më të mirë, e gëzofshim të gjithë me familjar dhe miq. O kebiru tekbira.